Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mjaftoi me sqarim, por nuk e preferonte, domethënë, qortimin e dikujt për të imase. Nga njerë ne, për shembull, dikush mund të bën gabim. Dhe ne e sërojmë gabimin, por nuk ndalemi këto. Derisa nuk e rrafshojmë edhe për tokë karakterin e tij, identitetin e tij. Çfarë vlerë ka atë këto mësime dhe komunikime? Nuk duhet me, sikur të thotë populli, me tjerë kanë pa nevojë. A e kuptove gabimin? Po. Apo t'ja pala të tërë sinjore që e mora vesh? Apo kalaj Allah. Planohet edhe zhvendosja vëmendjes. Po normal zhvendos, mos e ngushton njerin Allah. Mos e ngushton njerin, nga njerën vetë njerëz e ngushtojnë dikën aq për të mos. Po nuk duhet me ngarkuar s'kan. Dikush mund të bën keq, ne e kuptojmë që ka bën keq, po kaloj tash temën. Del dikun tjetër që të njihet njëri ma lërshëm, mos e mbyt njerin tash pse e ke gjetë në situata të dobta. Nuk është kështu Muhamedi, nuk komunikon kështu me njerëz. Nuk është komunikim, domethënë hakmarrës. Kjo është komunikim hakmarrës. Apo tash unë të zon aty, ti gabon e mirë dhe tash unë ja larg asaj. Tha kur shkon dikush te varreza, e bën këtë lutje, ja shpjegoj të përfundoj për leja. Përfundoj. Andaj komunikonte me njerëz duke mirë kuptuar natyrën e tyre. E kuptonte se gruaja e ka xhelozin. Dhe një ditë pejgamberi sa thënë se te gruaja Aisha radhiyallahu anha. Dhe çfarë ndodhi? Një grua tjetër, se sikur e di pejgamberi ka pas edhe grua tjetër, dhe gruaja tjetër kishte përgatitur një gjellë që e dinte se e ka për çefi shumë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe tha, është vërtet se s'është tonë drejt sot, po pia ndaj një pise pia që më hongar atje. Dhe ishte duke nejt me Abu Bekr, me burrat ndaj, ndaj. Dhe njëri nga, domethënë, shërbëtorët, punëtorët e shtëpisë, e solli këtë gjellë, e solli këtë ushqim në pjatë. Dhe tha, o dërguari i Allahut, këtë ta ka dërguar filania. Dhe kur gjej kjo Aisha, u prek xhelozojnë këtë aspekt, se po tash ti po bën gjell. Kjo janë gjëra që ndodhin natyrshme. Dhe e mori për në subhanallahu, e kapi pjatën dhe e theu në prezencë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë nuk kupton kjo? Kjo është kelje e madhe, ti po më thën mu pjatën para syve plus para musafirëve këtu tash, unë tash se çfarë më bëu tash ne? Këta tash thonë që gruaja pas ka hip mikry, s'po më kemë me lëviz pe gruas vet, sikurse komentohet shpesh era fatkeqësisht sillja e mirë dikujt. Pejgamberi thonë, ky është njëri i madh, ky është burri i madh. I cili dinte se nuk është pjesa e burrnisë këtu, e ditë ku është burrnia apo. U ngret e mbledhi ushqimin vet me dorë të veta. Dhe i tha Aishës, sjellni pjatë. E futin pjatë. Ati i tha, shko thuj Zotit shpërblet asaj. Na ka pëlqyer ushqimi, ndërsa Aisha tha obligohesh me kthy pjatën për pjatë. Dhe mos fund për lejot. Tash ta merr në gjykim, nga se mirë kuptoj, nuk është sjellje e mirë çfarë ke bërti. Nuk është, e kuptoj Aisha që s'kishte bërë mirë. Mirë po, e mirë kuptoj se xhelozia është e natyrshme. Andaj dinte të komunikonte me këtë situatë. Kjo ka pasur të bëhet një krizë së që mund të shpinë deri në shkruajzim. Po të mos kishte komunikuar me Aishën dhe me këtë situatë drejt si duhet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj i tha shokëve të tij duke buqesh, xhelozoj nëna juaj. Normale kjo po. Me kaq thjeshtësi, po ja kështu të komunikoj me shokët e vet. Aisha i tha, ti e sill një pjatë, nga si e kthy pjatën asaj, do të më kthy pjatën për pjatë, ndërsa poruçim tha falenderoj shumë. Shikoj me të gjitha anët aktorët në këtë ngjarje, çfarë komunikimi i mrekullueshëm, shumë shkurt. Xhelozoj pjatën, shumë faleminderit sallallahu. Shumë shpejt. Edhe askush nuk u lëndua. Askush nuk u dënua për këtë çështje. Çdo kush e mori përgjigjen e merituar. Ka se dinte me komunikuar me të tjerët. Na hutohemi, na përcjellemi, ndoshta këti duhet me buzëqesh na vrasht, ndoshta këtu duhet pak ndoshta me qenë njeriu më serioz, nuk po themi vrasht, më serioz. Aty andaj kemi nevojë që ta rregullojmë komunikimin ton dhe ky komunikim të ndërtohet thash edhe në mëshirë, të ndërtohet edhe në bisedë, në mundësi që të tjerë të shprehen, të ndërtohet në mirë kuptim, te kaloje o mor vesh, apo të ndërtohet gjithashtu edhe në gjitha ato vlera, të cilat me të vërtet e mësojnë njeriu që ta tejkalon situatën me pasojë sa më minimale. Kur erë shtëpi lodhur nga skapitur, por i tha Aishës, a ishte sot dikush te ju? Shikoj këtë komunikim të mrekullueshëm vëllai. Shikoj. A ishte sot dikush te ju?
Thash ata po ishin 11 gra. Ata jo lele se s'u punë të grave mua. Po nuk ka kjo punë atë intereson ty apo. Është nevojë e gruas me bisedu. Është nevojë, respektoja nevojën, është nevojë e saj që burri kur është shtëpi më ndëgjua atë. Kjo është nevojë, kërkesë. Prandaj tregon të interesim. Tregon të interesim. Edhe pse asgjë absolutisht kjo gru tha kështu, kjo gru tha kështu. Shikoj kët kurorëzim të këtij komunikimi me kët bukuri dhe kët elegancë. Me të vërtetë kjo është elegancë e komunikimit që tha pejgamberi në fund se e përmeni gruan e 11 çfarë kishte thënë dhe ajo ishte ndarë nga burri i saj. Do thotë keni pas jetë shumë mirë, shumë bukur shkalu, por ja kishte ndodhur ishin ndarë. Dhe pejgamberi për të treguar ashtë të kam parë me vëmendje dhe jam me ty tha edhe unë jam për ty sikurse filoni për filonin. Kështu mirë silla me ty dhe du, por unë nuk dëshoj ty kur atë. Nuk ndona për ti kur. Kjo është ajka e komunikimit. Madhështore. Madhështore.